Turi koalicionit Nisma Shqipëria bëhet është ndalur në Vranisht të Devollit, ku janë prezantuar kandidatët për deputet të qarkut të Korçës. Adriatik Lapa ju shpreh se kjo është një betejë për njerëzit që i kanë duart me kallo dhe ballin me djers, dhe se ka ardhur koha që kryeqyteti të punojë për fshatrat e Shqipërisë. Ai tregon se synimi është që të marrin të paktën një mandat në qarkun e Korçës. Ne kemi një objektiv të qartë, ne do të kemi mandat në qarkun e Korçës, minimalisht një mandat, sepse po punojmë shumë fort dhe ka nevojë për ndryshim dhe mandati i Korçës do jetë një mandat që do t'i bashkohet mandateve tjera në Shqipëri për të bërë një çarje të madhe të sistemit dhe transformim të demokracisë shqiptare. Ne në Korçë po investojmë shumë te fermerët, te blegtorët, te peshkatarët, te bletëricit, sepse kjo pasuri e madhe kombëtare që ka Korça me tokat e saj fantastike nuk mund të lihet të ikin drejtim të paditur. Sepse besoj që kemi arritë të frymëzojmë përmes ekipit tonë, i cili është një ekip të rinj, të formuar profesionistë që ngjallin shpresë dhe që komunitetet e njohin. Ne nuk jemi një vend gjigant, ne jemi një vend i vogël ku ne e njohim njëri tjetrin dhe ekipi jon në të gjithë territorin është i mirënjohur nga komunitetet. Kështu që njerëzit flasin me njëri tjetrin dhe kanë krijuar besim për këtë ndryshim të madh. Theksi këtij takimi dhe një ndër pikat kryesore të programit të kësaj nisme ishte buqësia dhe subvencionimi deri në 50% për çdo njësi të prodhuar.